Sot, me provimin e gjuhës huaj në datën 9, provimin e gjuhës shqipe në datën 16, provimin e matematikës dhe në fund në 23 qershor me provimin që ju keni zgjedhur vetë. Është një proces i gjatë, keni punuar të gjithë, i keni kryer të gjitha detyrat, jeni servitur me testet model, me orët e këshillimit me mësuesit, me përgatitjen emocionale dhe sot kam kënaqësinë që t'ju uroj me gjithë zemër mbarësi edhe shumë suksese. Sepse është një ekip i tërë që ka punuar dhe vazhdon të punojë për t'ju mbështetur në organizimin e këtyre ditëve të rëndësishme. Rreth 2000 mësues, rreth 170 administrator nga sistemi i Ministrisë së Arsimit do të jenë sot me ju gjatë gjithë ditës që mbarvajtja e këtij procesi të jetë një sukses. Prandaj sot me vete merrni vetëm buzëqeshjen tuaj. Atë që ju duhet bashkë me besimin tek puna që kemi bërë dhe përqafimin e familjes. Sepse me këtë sprov që ju do të kaloni sot dhe në 3 ditët e tjera të provimeve, ju hapni rrugët e jetës tuaj. Qoftë në sektorin e punësimit, në profesione të ndryshme që do të zgjidhni, apo në universitetet ku keni dëshirë të vazhdoni studimet tuaja. Kudo nxënësit shqiptar kanë shkëlqyer. Prandaj, ju keni punuar fort dhe ja keni dalë me sukses të vini sot në derën e provimit. Suksesi do t'jetë me ju, mos e humni besimin sepse jeni më të mirë.